Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Protesta para parlamentit u shoqërua me tensione, ndërsa ndërhyrja e policisë ndaj protestuesve solli akuza për përdorim të forcës së tepruar dhe shoqërimin e 6 qytetarëve në komisariat. Pavarësisht incidenteve, protestuesit deklaruan se do ta vazhdojnë mobilizimin deri në realizimin e kërkesës së tyre për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Tensione dhe përplasje para parlamentit janë shënuar paraditën e sotme në Tiranë, kur qindra protestues kishin bllokuar të dyja hyrjet e godinës së kuvendit, ku ishin mbledhur deputetët në seancën plenare. Protestuesit goditën me vezë automjetet që transportonin deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar drejt kuvendit. Menjëherë, pas këtij momenti ndërhyn forcat e policisë, duke krijuar përplasje me protestuesit. Në pamjet i siguruara nga vendngjarja, shihen efektiv që godasin dhe largojnë me forcë disa prej pjesëmarrësve, ndërsa një protestues përfundon në tokë dhe tërhiqet nga policët. Skena që kanë shkaktuar reagime të forta mes të pranishmëve. Mes protestuesve të goditur ishte edhe aktivisti Gent Progni, i cili siç duket edhe nga pamjet nuk ka qenë në asnjë moment duke u përplasur me efektivët. Protestuesit akuzojnë policinë për përdorim të dhunës dhe forcë të tepruar gjatë ndërhyrjes. Sipas tyre, reagimi i efektivëve erdhi pas goditjes me vezë të automjeteve të zyrtarëve dhe synote të shpërndante tubimin. Ata deklarojnë se pavarësisht ndërhyrjes, protesta do të vijojë deri në plotësimin e kërkesës së tyre për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Nga ana tjetër, deri në momentin e transmetimit të kësaj kronike, nuk ka një reagim zyrtar nga policia e shtetit lidhur me pretendimet e protestuesve për përdorim të pajustifikuar të forcës. Pavarësisht tensioneve dhe incidenteve të regjistruara para parlamentit, protesta vazhdoi për disa orë nën masë të forta sigurie, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar se tubimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. 6 protestues u shoqëruan për në komisariat të Tiranës, çka bëri që qindra të tjerë të spostoheshin nga godina e parlamentit drejt vendit ku mbaheshin të shoqëruarit. Andy Burnham, kandidati që pritet të bëhet kryeministri i ardhshëm britanik, premtoi një ndryshim rrënjësor në mënyrën e qeverisjes së vendit. Ai kërkon t'u jap më shumë fuqi rajoneve dhe të nxjisë rritjen ekonomike përmes decentralizimit. Britania mund të hyjë në një fazë të re politike, pasi Andy Burnham, figura që pritet të bëhet kryeministri i ardhshëm i vendit, ka premtuar një transformim të madh të mënyrës së qeverisjes. Gjatë një fjalimi në Muzeun e Historisë së Popullit në Manchester, Burnham deklaroi se do të largohet nga modeli tradicional i vendimmarrjes së centralizuar dhe do t'u jap më shumë fuqi rajoneve britanike. Ai tha se qendra e re politike, e quajtur prej tij Number 10 North, do të shërbejë si një pikë kyçe për një Britani të riorganizuar, ku vendimet dhe zhvillimi ekonomik nuk do të diktohen vetëm nga Londra, por do të ndërtohen nga komunitetet lokale. Burnham premtoi rishpërndarjen më të madhe të pushtetit në historinë moderne të vendit. Sipas tij, rritja ekonomike nuk mund të urdhërohet nga lart, por duhet të krijohet nga poshtë, përmes fuqizimit të rajoneve. Plani i tij 10 vjeçar synon rritjen e standardit të jetesës në të gjithë Britaninë dhe përfshin 3 fusha kryesore: reformimin e shërbimeve bazë publike, ringritjen e industrisë dhe rigjallërimin e zonave urbane. Ai premtoi ndërtimin e më shumë banesave sociale, rritjen e rolit të qeverive lokale në menaxhimin e ujit dhe shërbimeve të tjera publike, si dhe përballimin e krizës së kostot të jetesës. Burnham tha se ndryshimi do të jetë ndër më të mëdhenjt në mënyrën e drejtimit të vendit gjatë brezit të fundit dhe se do të përqendrohet te një shtet më efikas me një objektiv të qartë: zhvillimin ekonomik dhe rigjenerimin e komuniteteve. Fjalimi i tij u mbështet me duartrokitje të forta, ndërsa Burnham e bazoi vizionin e tij te eksperjenca si kryebashkiak i Manchesterit të Madh. Ai tha se modeli i tij i qeverisjes bazohet te bashkëpunimi mes bizneseve, politikanëve lokal dhe komuniteteve, duke argumentuar se rezultatet më të mira arrihen kur pushteti ndahet dhe jo kur përqendrohet vetëm në kryeqytet. Një pasgoditje me magnitudë 4.6 goditi zonën pranë kryeqytetit të Venezuelës Caracas, duke shtuar frikën pas tërmeteve shkatrimtare të javës së kaluar. Deri tani nuk janë raportuar dëme të reja, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet në rronoja. Një pasgoditje e re sismike ka tronditur Venezuelën, duke rikthyer frikën te banorët dhe ekipet e shpëtimit që prej ditësh po punojnë në zonat e goditura nga tërmetet shkatrimtare. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, një tërmet me magnitudë 4.6 u regjistrua herë të hënën në veri të kryeqytetit Caracas, në një thellësi prej rreth 10 kilometrash.
Autoritetet venezueliane bën të ditur se deri në momentin e raportimit nuk kishte njoftime për dëmet e reja nga kjo pasgoditje. Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, konfirmoi se situata po monitorohet nga ekipet e emergjencës. Pamjet nga zonat e prekura treguan punonjësit e shpëtimit që për një moment u larguan nga rrënojat pas lëkundjeve të reja, por më pas vazhduan punën e tyre pa ndërprerje. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë hyrë në ditët e 4 të operacioneve intensive, duke kërkuar persona të mbijetuar në ndërtesat e shembura pas tërmeteve të fuqishme të së mërkurës. Tërmetet e 24 qershorit kanë shkaktuar një katastrofë të rëndë humanitare në Venezuelë. Bilanci zyrtar raporton afro 1500 viktima të konfirmuara dhe qindra ndërtesa të rrëzuara. Autoritetet e ekipet ndërkombëtare të shpëtimit po punojnë kundër kohës, ndërsa familjarët vijojnë të presin lajme për të afërmit e tyre të zhdukur. Ekspertët paralajmërojnë se pas goditjeve të mëdha sismike, pas goditje të tjera mund të vazhdojnë të ndodhin, duke rritur rrezikun për strukturat tashmë të dëmtuara dhe duke vështirësuar punën e ekipeve në terren. Federata Iraniane e Futbollit ka akuzuar organizatorët për pengesa që ndikuan në paraqitjen e ekipit në botëror, përfshirë problemet me vizat dhe mungesën e kohës për përgatitje. Pavarësisht eliminimit, tifozët meksikanë vlerësuan forcën dhe rezistencën e skuadrës iraniane. Eliminimi i Iranit nga Kupa e Botës ka shkaktuar polemika, pasi drejtuesit e futbollit iranian pretendojnë se skuadra u përball me vështirësi gjatë fushës që ndikuan në performancën e saj. Shefi i Federatës Iraniane të Futbollit, Hedayat Mombeni, deklaroi se ndryshimi i vendit të grumbullimit dhe problemet me vizat për më shumë se 15 anëtar të stafit krijuan pengesa të mëdha për ekipin. Sipas tij, në disa ndeshje skuadra mbërriti në qytetet pritëse vetëm 15 ose 16 orë para fillimit të takimit, duke mos pasur kohën e nevojshme për përgatitje dhe rikuperim. Mombeni tha se këto kushte nuk përfaqësonin një situatë të barabartë sportive, por theksoi se lojtarët u përpoqën të përcjellnin një mesazh uniteti dhe përkushtimi. Eliminimi u konfirmua pasi rezultatet e grupit nuk ishin të mjaftueshme për ta dërguar Iranin në fazën me eliminim direkt të turneut. Një barazim në minutat e fundit me Austrisë dhe Algjerisë la Iranin jashtë 8 ekipeve më të mira të vendeve të treta. Skuadra iraniane e mbylli fazën e grupeve me një barazim 1-1 ndaj Egjiptit dhe priti deri në fund për të mësuar fatin e saj. Irani kishte kaluar edhe një moment zhgënjyes në ndeshjen ndaj Egjiptit, kur një gol i shënuar në fund u anullua për pozicion jashtëloje. Megjithatë, tifozët meksikanë në Tijuana, ku skuadra kishte bazën e saj, shprehën respekt për lojtarët iranian. Ata thanë se pavarësisht vështirësive dhe kufizimeve, ekipi tregoi karakter, forcë dhe rezistencë. Për Iranin, ky botëror përfundoi me zhgënjim sportiv, por me vlerësime për mënyrën se si skuadra u përball me sfidat jashtë fushës. 6 punonjës të një strehe për nëna dhe fëmijë u vranë në një sulm me armë zjarri në veri të Gjermanisë. Autoritetet dyshojnë se ngjarja lidhet me një konflikt për kujdestarinë e një foshnje 3 muajshe. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gjermaninë. 6 punonjës të një strehe për nëna dhe fëmijë humbën jetën pas një sulmi me armë zjarri në qytetin Stade pranë Hamburgut. Sipas policisë, autori i dyshuar ishte 45 vjeçar, i cili mbërriti në qendrën e strehimit për një takim të planifikuar. Pak qaste më vonë, ai hapi zjarr brenda objektit, duke shkaktuar një bilans tragjik. 5 nga viktimat humbën jetën në vendngjarje, ndërsa një punonjës i 6 ndroi jetë në spital si pasojë e plagëve të marra. Hetimet paraprake tregojnë se në qendër të ngjarjes mund të ketë qenë një mosmarrëveshje për kujdestarinë e një foshnjeje 3 muajshe. Autoritetet konfirmuan se foshnja dhe nëna e saj janë shëndoshë mirë dhe nuk janë lënduar gjatë sulmit. Policia bëri të ditur se autori i dyshuar, nëna e fëmijës dhe një grua tjetër ndodhin në paraburgim, ndërsa hetuesit po punojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe motivet e sulmit. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier reagoi pas ngjarjes, duke u shprehur i tronditur nga dhuna e ushtruar në një vend që ka si mision mbrojtjen dhe sigurinë e grave dhe fëmijëve në nevojë. Autoritetet kanë siguruar qytetarët se nuk ekziston më asnjë rrezik për publikun, ndërsa zona është vënë nën kontroll të plot nga policia. Sulmet masive me armë zjarri janë të rralla në Gjermani, çka e bën këtë ngjarje edhe më tronditëse. Hetimet vijojnë për të zbardhur motivin e plotë të sulmit dhe përgjegjësitë penale të personave të përfshirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump refuzoi të konfirmojë nëse do të nënshkruajë ligjin dypartijak për përballueshmërinë e strehimit, duke e cilësuar atë si një mërzitje të madhe. Ai deklaroi se prioriteti i tij mbajtet projekt ligji Save America Act, që synon ndryshime në sistemin zgjedhor. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lënë të paqartë fatin e projekt ligjit dypartijak për përballueshmërinë e strehimit, duke deklaruar se ende nuk ka vendosur nëse do ta firmos. Gjatë një deklarate në zyrën ovale, Trump e minimizoi rëndësinë e ligjit, duke e cilësuar atë si një mërzitje të madhe, ndërsa tha se prioritet absolut për administratën e tij mbetet miratimi i projekt ligjit Save America Act, i cili parashikon masa më të rrepta për identifikimin e votuesve në zgjedhje. Presidenti argumentoi se ligji për strehimin ka mbështetje të gjerë nga demokratët dhe përmban elemente me të cilat ai nuk është domosdoshmërisht dakord. Megjithatë, ai nuk kërcënoi me veto dhe tha se vendimin do ta marrë pasi projekt ligji të mbërrijë zyrtarisht në Shtëpinë e Bardhë. Projekt ligji, i njohur si 21st Century Road to Housing Act, synon të lehtësojë krizën e strehimit në Shtetet e Bashkuara. Ai parashikon përshpejtimin e procedurave midisore për ndërtimet e reja, krijimin e granteve për zhvillimin e banesave dhe lehtësimin e rregullave për ndërtimin e shtëpive të parapavrikuara me qëllim rritjen e ofertës në treg. Javën e kaluar, Trump shtyu ceremoninë e nënshkrimit të ligjit për të ushtruar presion mbi republikanët që të miratonin fillimisht projekt ligjin Save America Act, një nismë që ka shkaktuar debate të forta politike në SBA. Ndërkohë, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson ka bërë të ditur se projekt ligji për strehimin do t'i dërgohet Shtëpisë së Bardhë. Sipas procedurës ligjore, presidenti ka 10 ditë pa llogaritur të diellat për ta firmosur ose për ta kthyer në Kongres me veto. Nëse nuk ndërmerr asnjë veprim brenda këtij afati, ligji hyn automatikisht në fuqi. Grupet kundër emigracionit në Afrikën e Jugut u kanë kërkuar të gjithë emigrantëve pa dokumente të largohen nga vendi përpara protestave të paralajmëruara. Rritja e papunësisë, varfërisë dhe pakënaqësisë sociale po ushqen tensionet dhe sulmet ndaj emigrantëve. Tensionet ndaj emigrantëve në Afrikën e Jugut po arrin nivele të alarmante. Grupet kundër emigracionit u kanë dhënë ultimatum të gjithë të huajve pa dokumente që të largoheshin nga vendi deri të martën, përpara protestave të paralajmëruara në disa qytete. Ndërkohë, mijëra emigrant po largohen nga vendi mes frikës për sulme dhe për shkallëzim të dhunës. Muajt e fundit janë regjistruar protesta kundër të huajve, ndërsa grupe vigjilente kanë sulmuar edhe emigrant që ndodheshin ligjërisht në Afrikën e Jugut. Grupet kundër emigracionit pretendojnë se emigrantët të paligjshëm po marrin vendet e punës qytetarëve vendas, po rëndojnë sistemin e shërbimeve publike dhe po kontribuojnë në rritjen e kriminalitetit. Megjithatë, të dhënat zyrtare tregojnë një panoramë më komplekse. Sipas statistikave kombëtare, në vitin 2023, në Afrikën e Jugut jetonin rreth 3.1 milion emigrant, ose vetëm 4.1% e popullsisë, një përqindje më e ulët se në shumë vende të zhvilluara. Ekspertët theksojnë se problemet e sistemit shëndetësor dhe arsimit lidhen kryesisht me mungesën e investimeve dhe korrupsionin, jo me praninë e emigrantëve. Një studim i Bankës Botërore ka arritur në përfundimin se çdo emigrant i punësuar gjeneron aktivitet ekonomik që krijon mesatarisht 2 vende pune për qytetarët vendas. Analistët politik argumentojnë se emigrantët afrikanë janë kthyer në objektivin kryesor të pakënaqësisë sociale. Sipas tyre, papunësia e lartë, pabarazia ekonomike dhe kriza sociale kanë krijuar terren për fajësimin e emigrantëve, ndërsa retorika kundër tyre shpesh forcohet gjatë fushatave zgjedhore. Qeveria e Afrikës së Jugut ka dënuar zyrtarisht dhunën ndaj emigrantëve, por është kritikuar nga shtetet e tjera afrikane dhe organizatat të shoqërisë civile për dështimin në parandalimin e sulmeve ksenofobike. Me protestat që pritet të zhvillohen në ditën të vijim, autoritetet mbeten në gatishmëri për të shmangur përshkallëzimin e situatës dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe emigrantëve. Një shtetas australian është akuzuar në Tajland për vrasjen e një vajze 17 vjeçare, trupi i së cilës u gjet brenda një valigjeje pranë hekurudhës. Rasti ka ngritur sërish qetësimet për shfrytëzimin e të miturve në zona turistike të Pattajas. Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur Tajlandën. Autoritetet kanë akuzuar një shtetas australian për vrasjen e një vajze 17 vjeçare tajlandeze, trupi i së cilës u gjeti fshehur brenda një valigjeje pranë një linje hekurudhore në qytetin bregdetar të Pattajas.
Sipas policisë, kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentin kur vajza hyn në ndërtesën ku banonte i dyshuari australian Simon Peter Carmen. Hetuesit thonë se ajo u vra brenda apartamentit, ndërsa më pas trupi i saj u transportua dhe u braktis në një zonë pranë hekurudhave. Pamjet e kamerave tregojnë të dyshuarin duke dalë nga ndërtesa me një valixhe të rëndë. Ai u arrestua në aeroportin e Bangkokut të shtunën, pothuajse në të njëjtën kohë kur autoritetet gjetën trupin e adoleshentes. Policia e ka akuzuar për vrasje dhe rrëmbim të një të miture për qëllime të pahishme, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes. Familja e viktimës ka treguar momentet e ankthit kur pa lajmin për valixhen e gjetur. Njërka e vajzës tha se ata kishin frikë se viktima mund të ishte ajo dhe se vajza tashmë po përballet me një dhimbje të madhe. Sipas hetuesve, australiani e kishte takuar vajzën në mbrëmjen e së mërkurës në zonën e plazhës së Pattaya, një qytet i njohur për jetën e natës, por edhe një zonë që prej vitesh është kritikuar për problemet me shfrytëzimin seksual të miturve. Një shoqe e viktimës kishte njoftuar autoritetet pasi vajza ishte zhdukur dhe ishte parë për herë të fundit duke ecur me një shtetas të huaj. Policia tha se i dyshuari ka bërë një pranim të pjesshëm, duke deklaruar se kishte pasur një konflikt me vajzën dhe se ajo kishte humbur jetën gjatë përplasjes, por pretendoi se nuk kishte pasur qëllim ta vriste. Autoritetet bëjnë të ditur se ai ende nuk ka caktuar një avokat. Nëse shpallet fajtor, ai mund të përballet me dënim nga 15 deri në 20 vite burg, burgim të përjetshëm ose dënim kapital, sipas ligjit tajlandez. Rreshtet e dendura kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në akra të Ganës, duke mbuluar banesa, rrugë dhe automjete. Ekipet e emergjencës janë angazhuar për të ndihmuar banorët, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për kujdes. Rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në kryeqytetin e Ganës, Accra, duke paralizuar disa zona të qytetit dhe duke detyruar banorët të kërkojnë strehim në vende më të larta. Një nga zonat më të prekura është lagja Alayo, ku uji përfshiu banesa, rrugë dhe automjete. Pamjet nga terreni tregojnë rrugë të mbuluara nga uji dhe banorë të ngjitur në çati të shtëpive në përpjekje për të mbrojtur nga përmbytjet. Qeveria e Ganës njoftoi se shërbimet e emergjencës janë vendosur në terren për t'u përgjigjur situatës. Policia, zjarfiksit, ushtria dhe ekipet e menaxhimit të fatkeqësive janë angazhuar për të ndihmuar komunitetet e prekura dhe për të kontrolluar trafikun në zonat e bllokuara. Presidenti i Ganës, John Mahama, u bëri thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të kujdesshëm dhe të shmangin rrugët e përmbytura. Përmes një mesazhi zyrtar, ai paralajmëroi banorët që të ndjekin udhëzimet e sigurisë, ndërsa rreshtet vazhdojnë. Autoritetet kanë kërkuar nga qytetarët që të mos tentojnë të kalojnë në zona ku niveli i ujit është rritur ndjeshëm, duke paralajmëruar se situata mund të përkeqësohet nëse shirat vijojnë. Përmbytjet janë një problem i përsëritur në disa zona të Akrës gjatë sezonit të rreshjeve, ku infrastruktura e kullimit shpesh përballet me vështirësi për të përballuar sasinë e madhe të ujit. Ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë operacionet, autoritetet po monitorojnë situatën dhe u bëjnë thirrje banorëve të tregojnë kujdes maksimal deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.a. Bashk, mirupafshim.